që ta shikom që të 2 projekte të reja. Adin, sa ma shumë punon, diçka ma shumë son. Në stop mundohesh me bo përmisime, kohës fundit jo marrë ma shumë si vijat melodike, edhe të këngat atu vija melodike ka dalë shumë e veçantë, do me thonë, taman është e stilit vetë. Ashtu kam këngën Fotot, ajo është një këngë cilën e kom nisë para një viti, a e kom baru para një muji. Nuk kom punu në stop në tokë, ka net në pauz projekt, për gati një vit, që veç qenë atu e pa, po. Edhe, se ti edhe këtë e pashtë Pse ndajti pauz Fotot, po thuaj se një vit? Adin, këtë nisa pak para verës, edhe s'mu do ke arsysh me tash verës me punu në to, se shumë. Edhe qëtash e kom edhe projektin në Tranon, edhe që ato e kom release veç me disa skena interneti, spotin do me thonë e kom mund të krit vetë, qështu veç turnet, edhe që kjo është, kom projekte plot të reja, që kjo është në Tranon. Ishin, sepse okej, Fotot kishte një vit që po punoj, po mendoj, po tani erdhe dhe kënga në Tranon, apo jo? Dhe tash me fundit kemi tatu. Ishin vetë të gjitha në kokën tënde, apo thjesht janë inspirime të qastit? Apo në tjenja të qastit? Kënga tatu të thash, fillova një ko me ngu shumë afrobeats, edhe qka hinë vibe temin, shme thonë. Edhe pashtë është me veç me provu, se disha që del qaq, mirë, se një me ka da shumë mirë edhe shumë profesionalisht, ama më pëlqen, do me thonë që i stil është pak i qetë, shu.